Përshëndetje, këtu e kemi edhe zotrin Mufael Tasholli. Zotri Mufael, Faleminderit. përshëndetje, se deri tash nuk pata rast me ardha afër teje. Përshëndetje, faleminderit. Kënaqësi që të kemi sonte këtu. Si po ndihesh? Shumë faleminderit, jashtëzakonisht mirë. Me këtë rast shfrytëzoj momentin që të uroj gjithë shqiptarëve kudo që janë festën e vitit të ri, gëzuar të gjithëve të pranishmeve dhe të gjithë qytetarëve shqiptar kudo që jetojnë. Sikur edhe kolegët më parë që thanë, gjithmonë viti dhe suksesit mbarën nga puna që e bën. Edhe fatmirësisht jam edhe musafir në mesin e njerëzve të suksesshëm, ku ky vetë ka qenë relativisht i mirë, me shpresë që do të jetë edhe më i mirë në të ardhmen, minimumi që po shpresojmë që të jetë shumë më mirë se sa që ka qenë deri tani. Gjithashtu gjithmonë me shpresë me gjitha këto gjanat. A ka ndonjë moment në vitin që po e lëm pas që mundesh me cilësu si më të mirë ose më të keq ose? Tani ju qeni pjesë mediave e publikut edhe moderatore keni shumë ma letë kur komunikoni, kur diskutoni. Po. Na që si jemi Pjesë pjesë e publikut, apo pjesë e aktrimit ose pjesë e mediave, kemi pak ma vështirë, se edhe kemi... Jo, shumë letë për bani. Fatmirëse shumë mirë për ju shkon, valla. Që si kur thënë edhe të parafolësit, kanë qenë ngarkesa, nështë kjo pjesa e debateve televizive, ka qenë ngarkesë shumë për qytetarët, edhe stër ngarkesë, jo ngarkesë, po stër ngarkesë, edhe njerëzit një farë mirë po politizohen, her me dashje, her pa dashje, po brenda kohës që shkojnë shpe, përcjellin televizion, edhe shohin nivele programe shumë të ndryshme, edhe nivele shumë të ulta të diskutimeve me moderatorë që i kemi aktualisht, jo moderatorët, po analista po që shumë më i më që ndryshtë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, zotri Mufaili.